Partia Demokratike ka kaluar përmes kalvaresh të ndryshme. Ka pas rënjet dhe ngritjet e saj. Absolutisht ka kaluar disa kryetar partish. Por në skenën e kësaj force politike nga brenda, por dhe në skenën politike shqiptare, ka qenë zoti Sali Berisha. Unë nuk jam mbështetës i kryetarëve, por jam mbështetës i idealeve. Jam mbështetës i meritokracisë, jam mbështetës i Partisë Demokratike. Gjej rastin që të bëj thirrje militantëve, intelektualëve të ndershëm që t'i bashkohen Partisë Demokratike. Dhe ashtu siç u bë një hap pas siç e quajnë ata, po para si të them unë, nga zoti Basha, duhet të mbahet dhe një qëndrim i volitshëm nga zoti Berisha. Sepse siç po kuptojmë, si po shikojmë, asnjëherë nuk mund të bashkohet Partia Demokratike kur rryma të caktuara e përveçsojnë filozofinë e saj. Rryma të caktuara e dhunojnë filozofinë e saj. Rryma të caktuara sillen në mënyrë harbuçe me pjesën tjetër. Prandaj ne duhet të ulim tonet, duhet të zbusim zemrat dhe duhet t'i japim hapësirën dhe dimensionin e duhur secilit individ që ka dhënë kontributet e tij brenda Partisë Demokratike. Por ka ardhur një moment që ato që nuk u realizuan në qeverisjen e Berishës, unë e kam thënë dhe disa herë, po për rithem, kthimi i pronave, rehabilitimi i ndjekur politik, rishkrimi i historisë, vendosja e padrejtësive historike që bëri regjimi komunist për disa shtresa të popullatës, nuk mund t'i bëjmë zoti Berisha. Apo ata persona të grupit të rithemelimit që nuk janë më pak fajtorë se ai. 2005-2013 kanë pas postet më të rëndësishme në pushtetin e zotit Berisha. Por dhe 2013-2021 deri në 9 shtator kanë qenë grupi më i afërt i zotit Basha. Dhe kjo tregon se zoti Basha dhe zoti Berisha kanë bashkëudhëhequr Partinë Demokratike. Prandaj, kjo forcë politike kam bindjen që do arrijë të gjej forcën dhe të prodhoj një elitë të re. Dhe kjo elitë e re të jetë përbashkuese. Jo duke linçuar, jo duke shpifur, jo duke denigruar, por duke i dhënë hapësirë dhe mundësi punës së gjithë secilit.